E ja të ndajmë së bashku një recetë fare të thjeshtë se si ta përgatisim pulën në tavë për 5 minuta pa u marrë me prerje patatesh e të më the të thash. E pastrojmë këtë pulën kështu, e bëjmë të bukur e më pas presim patatet. Unë patatet i le kokra ashtu siç janë. 5 patate për 5 persona. Më pas qep dhe hudhër për ta mbushur brenda pulën, për t'i dhënë pasi hudhra dhe qepa i japin shumë shije, ashtu siç janë, ndaj vetëm një në mes qepën dhe ja fut brenda pulës. Këtu përgatis një salcë për ta lyer me krip, hudhër, rigon, vaj ulliri dhe piper të kuq. Piper të zi nuk jetë se nuk ma pëlqejnë fëmijët dhe kështu nuk jetë. E lyej pulën kështu bukur, pra që nga të dyja anët, dhe më pas lyej dhe patatet, qepën dhe hudhrën ja fus brenda, patatet i le sipër. I lyej dhe patatet dhe në furrë. E keni gati shumë shpejt, ja ku është dele shkëlqyer. Tani edhe lëngu që na doli nga pula nuk e hedhim, po e bëjmë një pilaf për të shoqëruar pulën. Kështu kemi patatet që kanë dalë shumë të mira pasi dalin dhe rezultati në fund.